Jemi në transmetim të drejt për drejt. Përshëndetje miq. Siç e shihni sot si rrallë herë parandëvor këtu në qytetin e Elbasanit. Ka filluar këtë live stream në 8 kundër të bardhë të Dëborës. Ju uroj mirëseardhjen të gjithëve. Do të kalojmë disa minuta së bashku në këtë live stream, sepse unë pas pak do të shkëputem dhe do të shkoj në qytetin e Tiranës për të pasqyruar edhe aty Dëborën, e cila është e rrallë në Shqipërinë e Mesme. Përshëndetje, Altin Gjelena, nëse erdhe. Përshëndetje, Manjola. E prisja Dëborën e sotme, kështu që jemi bashk në transmetim të drejt për drejt. Frim pak herë kur sot, shpresoj që zëri të dëgohet mirë, sepse era ndikon shumë në cilësinë e zërit, kështu që uroj që mos ketë zhurmë. Se shihni, Dëbora ka zbardhur mirë, si thon fjalës. Si që shohim nga pamja, intensiteti i rreshjeve të Dëborës është i mirë. Besoj se do të zbardh akoma më tepër. Përshëndetje Ada, nëse erdhe. Në fakt duhet shumë kujdes kur ecën, sepse rrëshket është shumë e rrezikshme të ecësh në këto momente. Ender, përshëndetje, nëse erdhe. Pra miq, ndodhem në qytetin e Elbasanit. Sa po të përfundoj këtë live stream, do të nisem direkt për në Tiranë, sepse do të doja të shpalosja edhe aty atmosferën e rreshjeve të Dëborës, e cila është disi e rrallë në Shqipërinë e Mesme. Armand, përshëndetje. Altin, përshëndetje.
parafryen edhe shumë herë. Shpresoj që era të shoj. Bujar, përshëndetje. Emir Dervishi, përshëndetje. Temperatura është 0 gradë. Është pak ftohtë. Harrova dhe dorezat në makinë, kështu që pak problem. Si që shini, intensiteti është mas i reshët të vorës. Dikush të më thotë nëse po bie dëbor shumë në Tiranë. Nëse keni ndonjë fans i cili po na ndjek, të më shkruaj nëse në Tiranë ka dëbor. Shikoni pemët sa bukur e ndeshur me petkun e bardhë të dëborës. Kemi një dëbor me intensitet. Por flokët e dëborës nuk janë shumë të mëdha. Manjola thotë që në Tiranë kemi shi, kështu që unë do të vazhdoj live streaming këtu në Elbasan. Mezi po e prisnin këtë dëbor, e cila tashmë ka filluar me intensitet të lartë. Shpresoj që të pushoj dhe hera. Për ata që nuk e din, Elbasani ndikohet shumë nga era. Pra kemi një qytet tashmë të mbushur me dëbor, të zbardhur me petku i bardhë të dëborës.
Atëherë kalojmë në krahun tjetër të rrugës. Hecja është pak e vështirë sepse ka shumë rrëshqitje. Shumë pak qytetarë kanë dalë në rrugë për arsye sepse është shumë ftohtë. Temperatura ka zbritur në 0 gradë. Pra ndodhem në qendër të qytetit të Elbasanit. Ju përshëndes gjithë ju që sapo jeni futur në live stream. Qytetarët që bëjnë foto. Co fotyne? Si patrzcie? I telefon. Atëherë përshëndetje miq, jemi live nga qyteti i Elbasanit, qyteti i cili ndodhet në qendër të Shqipërisë, në Shqipërinë e Mesme pra. Si që shohim nga pamjet, kemi të borë sot këtu, pra ne presim në krejtësi të borën, është pak ftohtë. Gjithsesi ju përshëndes. Shpresoj që pamjet të pëlqejnë. Ana është moderatore në kanal, kështu që Ana mund të kontrolloj komentet, kuptohet, jo të bllokoj me njëherë një përdorues, një user, ta përjashtoj në njëherë, por duke paralajmëruar, nëse komenti është deri diku jo shumë ofendues, nëse komenti është shumë ofendues, Ana e bllokon direkt përdoruesin. Edhe ky përdorues të futet nuk ka akses më të komentojë në këtë kanal. Kështu që Ana, faleminderit që më ndihmon. Shumë erë, presion erë. Shpresoj që audio të dëgohet mirë, sepse këtu ka shumë erë, ka shumë thuajse acar, kështu që ju kërkoj ndjes për goditjet e figurës. Kam të vështirë të bëj pamje nga krahu im i majt, sepse ka shumë erë. Bujar droni në këtë
në këtë kohë, në këtë qemet, si mu ta them, është e pamundur që të përdoret sepse elikat e dronit, motorët e dronit bllokohen. Kështu që është e pamundur që të përdoret droni. Ndoshta pasi të pushoj Debora, do ta përdorin edhe dronin. Si shohim, Debora ka zbardhur krejt qytetit tashme. Shumë erë. Nuk e di si shikohet pamja aty, sepse kamera mund edhe të bllokohet tek lentët për arsye të erës fort. Unë kam pak vështirë, sepse në një dorë kam çadrën, kështu që në një dorë kam kamerën, kam pak vështirë transmetimin cilësor, por gjithsesi po mundohem. Është një ditë shumë e veçantë për qytetarët e Elbasanit, sepse Debora këtu është rrallë edhe për mall. Ada, një konfirmim të lutem si dëgohet audio, ka zhurmë. Ndjes për zhurmën, por është e pamundur sepse ka shumë presion ere, kështu që besoj do të mirë kuptoni, siç e shikoni edhe nga flokët e Deborës tek pjesa e errët e muajit, ka shumë erë. Kaloj makinat s'ka problem, por mos ketë zhurmë prej erës. Besoj se do ta zjas shumë transmetimin, sepse e shumë ftohet fatikisht, edhe kam rruar dhe dorezat në makinë, tha ftohtit. Kështu që live stream do të zjas pak. Empty Channel, faleminderit për komentin, respekte edhe ty. Atëherë jam prej 20 minutash që kam filluar transmetimin. Problemi është sepse ka shumë erë. Dhe vështirëson shumë transmetimin që unë kam nisur të bëj. Si ditë, përshëndetje, jam në Elbasan, në qendër të qytetit. Është shumë ftohtë. Kam të pamundur të shikoj edhe temperaturën tashi.
Hereford. Shpresoj që të tregohet e mërshirëshme era me çadrën time. Rossi, jam në live pra, nuk mundem dot që të vendos audio, muzikë në këtë moment, sepse jam në transmetim direkt. CD ka gati një orë e pak. Empty Channel me si paraprisje Deborën, kështu që preferoj të vazhdoj dhe pak, sepse Debora këtu në Elbasan është e rrallë. Dohet t'ja përcjellja të gjithë fansat mi, dohet t'i përcjellja këto imazhe, kështu që pa vazhdoj dhe pak minuta. Problemi është sepse ka shumë intensitet presioni i erës. Ky është më shumë problem. Shumë e vështirë të lëvizësh. Shikoni pamjet sa bukur. Pra janë pamjet rralla, cilat shikohen rrallë në Elbasan. Si që shikoni edhe nga çadrat, ka shumë erë, shumë problem lëvizja. Pra miq, ju që më ndiqni, jam live direkt, në transmetim direkt nga qyteti i Elbasanit. E prisja ditën e sotme me Deborë. Shpresoj që mikrofoni i kamerës pas bëjë zhurmë për i presionit e erës. Kjo është gjëja më e bezdishme që mund të ndodhë, kështu që Rossi, qytetarët e Elbasanit nuk janë të përgatitur për këtë lloj klime. Është klime e cila vjen rrallë në këtë qytet. Kështu që janë të përgatitur. Është vërtet ajo që thua ti. Përshëndetje Franca. Rossi në Prishtinë është në planet e mia të afërta, por akoma nuk kam saktësuar ose nuk kam një datë ose moment që ta them tani se kur do të shkoj aty, por do të shkoj. Edhe do të jetë një tur i cili do të bëj në disa qytete të Kosovës, besoj Prishtinë, Prizren, Mitrovic, ndoshta Pej, Shojl. Pra do të jetë një tur një javor në Kosovë. Por jam në planifikimin e kohës. Besoj se do të jem aty në pranverë. Ndoshta. Duke pritur të përmirësohet edhe koha, por duke pritur që edhe virusi të largohet deri diku, sepse shumë zona janë të kuqe, kështu që nuk do doja që të shkoja atje, të bëj gjithë ato rrugë dhe të kufizohem me lëvizjet. Adriatik Vishkulli, përshëndetje. Edhe unë të kalosh
të urojt kalosh bukur. Pra kemi një presion të erës nga krahu lindor, i cili e vështirëson lëvizjen. Gjithsesi unë do doja edhe një herë t'ju afroja qendrës së qytetit për mos u humbur këto momente. Kështu që do t'ju kërkoj ndjes, sepse do t'eci pak shpejt. Dhe sigura më të ketë pak lëvizje. Ermir Devishi nuk e di nëse bie Dëborë në Belësh. Doja të kaloja në krahun Matan të rrugës. Tani na kemi Dëborën edhe presionin e erës e kemi përballë, kështu që figura mund të ketë pak lëvizje. Kamera mund të vishet pak nga Dëbora. Aman të lutem se komentet lexojnë shpejt, unë kam të vështirë sepse do të shikoj edhe aty ku shkel këmbën, kështu që me mirë kuptoni për lëvizjet, për komentet që nuk mundem t'i përgjigjim të gjithëve. Nuk e di nëse ishte personi që më shkruajte për në Prishtinë. Përgjigjen e dash. Kthej kamerën nga vetja. Po më, pse jo? E kam të vështirë pak të shtyp butonin te kamera sepse ka shumë erë. Ja, po strukem pak tek vendi për stacionin e autobusit. Atëherë ja. Ja ku jam. Përshëndes. Përshëndes gjithë nga e Kasanit. Ja në transportin direkt, lajstrim të pasakont. Ka shumë presionera, kështu që shpresoj që të mirë kuptoni. Se ka shumë presionera, po eci në krahun ballor të erës. Çadrimi mori fund tashmë. Atëherë po ndërpres transmetimin sepse do të futem sërish për të vendosur një audio në sfond, kështu që do të rifutem sërish pas 30 sekondash në live stream.